Nëse unë shkoj në shtëpi në ora 12 natës, puna që aty nuk përfundon për shkak se nuk ka debat politik, më flitet shqip, që ti nuk e je. që nuk e shoh qoftë në internet ndame, e disa të tjera i shikoj të plota ato që më njoshin pak më shumë në net të caktuar, është e pamundshme mos më nxon ora 2 e natës, duke i shiku krejt çka ka ndodhur në komplet skenën politike shqiptare. Pas tjera në qartë e ke. Çka është ideja? Ideja është që e kom bërë këtë punë edhe pa marrë universitari. Okej. Më ka interesu krejt jetën, hanë dënë më ka interesu Në diskursin. ka interesu politika shumë. Enar, nuk e di pse, po nuk e mendoj dhe nuk e shoh veten kurrë në politik, po e shoh veten edhe për një 10 vjet duke u marrë aktivisht me gazetari e duke e përcjell afër e duke i bo opozit politikës. Okej.